Rikthyer me Brazil Japoni 0-1. 0-1. Po. Ka gol Japonia? Po. Qa thua? Po më ja kush monitori si. Po jam çaf gjym ta shoh që këtu. Dgjoj, pse luan Japonia në kampionat europian? Botror. Botrori. S'ka problem. Manush. Shiko, e pra po them, nuk më marrin dot atje se jam me pazonja. Përveç kësaj domethënë unë flokët i kam lyer brune pas maturës. Përgjithësi jam. Okej. Që naturalisht jam bjonde domethënë. Kemi disa pyetje për ty. Në fakt ju keni vetëm rrobat që keni veshur, po aty në telefonat tuaja janë ca pyetje për mua. Lutem, kemi në për laptop. Okej. Kozeta, nëse do të kishe një karton të kuq për ekranin shqiptar, ku doja t'rregoje? Karton kuq është që e nxjerr për jashtë. E mirë se nga që s'merr vesh nga futbolli. Prandaj ta shpjegoj. Të lutem shumë, më mirë jep një karton i yeshil se janë më pak të njerëzit. Janë më pak të njerëzit që mund të japin karton i yeshil. Okej, shumë mirë, karton i yeshil. Se më fillon kjo, më fillon kjo kuqja që s'di ku të. Okej, kemi shumë. Shikoj. E para unë s'kam problem as për mund titull, as për mund emra, se e folëm që jam një njeri për vërteti, por nga që janë shumë, që domethënë ka shumë idiotësi në televizion, po ka shumë idiotësi në televizion. Ne përveç televizionit publik shqiptar, gjithë televizionet e tjerë janë privat. Tani, kur ai padroni, bossi, thot kur ti nuk bën, pra je për karton të kuq, pse të merr? Pra çfarë i ofron ti? Pra vjen Juli. Juli e zëm se është për karton të kuq, nuk bën. Pse unë ja jap kohën televizive Julit kur ai nuk bën? Sepse Juli për shembull mund të jetë shitës shumë i mirë. Nuk është fare po ai mund të merret me skuadrën e marketingut. Kush skuadra? Po jo pra se ndonjëherë bardhënet janë shumë të drejtë për drejta, dhe krijohen në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra ai është shitës, siç mund të shesi vezë në Instagram, fjala vjen, ose parfum ose rroba biancherira, siç e quajnë këto, mund të ndodhë që të intrigohet bossi dhe të mendojë që këto mbathi që shiten në Instagramin e Julit, ndoshta normalisht një buxheti marketingu mund të shiten edhe tek fasha orare e topit, këtu ku jemi, që të mos merremi me. I gjithë problemi ky është që ka ikur pra kontenti, ka ikur përmbajtja dhe kanë mbetur shitësit me shumë k, shitësit mashtrues, shitësit me ndjekës nga Uzbekistani dhe gjithë istanat që vinë nga pas. Dhe problemi është që bossi stan pa fort. Dhe shefi i madh këtë s'ka parasysh. Pra ti mendon se ai nuk kupton. Po që ka vetëm lekët më plak, nuk di ti bëj këto tjera, e kupton? Mbaj lekët, investon lekët dhe vazhdoi historitë me kaq deri njerëzit e tjerë të bëjnë ato që duhet të bëjnë. Mirë, problemi është që të gjithë të thonë pse unë ta ndryshoj botën. Pse unë ta ndryshoj botën, dhe askush nuk e merr iniciativën për të krijuar një gjë të re, për të na kthyer mbrapa një 20 vjet më, sa nuk duam një gjë më shumë. Thjesht shkojmë te 2002 kemi qenë më mirë. Bukur. Po. Ne jemi vetëm përpara këtu me këtë bravo. Në këtë drejtim, sigurisht 25 vjet më pas. Po pastaj kemi qenë më mirë. Na duhet ja 30 vjet tjera për të bëje. Shumë si shy po afrohemi çik. Po njëri që na fut në BE, kene një mesazh kujt në ti bësh mesazh për shembull. Që na fusin BE. Sigurisht aty që ka kontratë me shqiptarët deri në 2029-ën. Okej, pse ja bën mesazh aty të lutem na fut në BE më shpejt. Te ishte. Unë ashtu s'mund t'i them, po nëse i çoj një pyetje, kush mund ta çojë në BE më shpejt se sa ty? Është e sigurt që ai do thotë, çike këto pyetje mi goc. O kozi, a ka njëri në Shqipëri që të mbyll gojen në debat sot ty? Emër mbi emër? Ma ka mbyllur vetëm një herë, nuk e di e kam thënë, ndoshta e kam thënë. Ma ka mbyllur vetëm një herë në një debat dhe ka qenë publik. Ka qenë Xhavid Dedej në një program talk show. Po. Dhe e mbaj më shumë mirë, pasi e kisha telendisur për tekstet e për gjithçka tjetër, e nuk di çka kisha thënë të parën të fundit. Në fund fare Xhaviti më tha, "A mbarove ti mi goce? Mbarove?" Mbarova, thashun, po, mbarova. Tani komi pyetje unë për ty, tash komi pyetje. Nëse unë nuk do kisha bërë këtë këngë Bobi ti Xhixhi ti. Po. Ti do të ftuar në emision? Jo, i thashun. Se të paktën për të vërtetën, e tham që pra unë par një herë në emision ta, vetëm që e përdora këtë kongën për karrem, që të vi këtu dhe ju të kuptoni që unë bëj edhe muzikë Shqipërisë mesme dhe të kap dasma. E mbylla unë e qeva, kaq. Ai. Bobi ti Bobi. Così, sa herë në ditë thua lërë se e bëj vet. Je do të shpjegoj lërë se e bëj vet. Nuk 24 orë 24, që nga gjërat më banale. Për shembull, të gjithë njerëzit kanë një gjymtyr të majt që mund ta përdorin, unë e kam për zbukurim. Dhe fjala vjen dua ta mbërthej këtë bryzolykun dhe nuk e mbërthej dot se është me të majtën. Me djathtën mund ta bëj.
A ma mbërthem pak, po të pash 2 sekonda që s'po ja gjej vrimën, le e fare se Po kozi, mirë ditën e bën. E kuptoj që nuk është ekskluziviteti im për me gjetë vrima, po këtë Braziliukut sigurisht i gjej. Shumë mirë. Ditën e the, po natën sa herë thua vlece bëj vetë. Oh, ha. Mos u habit edhe natën them. E thu. E them. Po pse mos ta them? Po Braziliuku natën vjet Juli. Po jo. Punon edhe natën ajo, prandaj. Patjetër, më tham që ka më shumë natën punon. Ja po vetë, çfarë qora ato natën ato. iPad-s. Pse i vendos ato ke kështu bën gjëra për të mbajtur bukurinë tënde? Pa rrudha. Po e mbaj se shmeta 45 vjeç. Kozeta, Tjetër gjë se mosha ime metabolike, tha mjeku im i fundit është 23. Me vërtet aq dola. Bukur shumë. Jemi për birra dhe sallon pastaj. Desha them një gjë pa aroma që jemi në radio. Po pse tani ç'a të pengon? Të pengon live-it, do ta fikë mikrofonin ta thuash. Jo, do ta përshkruante me kështu me forma. Ko sallamin? Po s'ka problem. Jo, po nga që shifemi në kanalin 10 digital dhe. Okej, më rregull. Mund të kenë familjar. Okej, pse sa sallam familjar? Ç'a tipi ky? Përkundrazi familjar ta më shumë sallam. Patjetër është produkti më i shitur. Kem ka dhe sallam familjar që është më i madh. Jo në shtëpi tim, vetëm salcice. Po me gërshë të vogla. Unë jam familje në vitet 80, po për sallam kakao keni dëgjuar? Jo, jemi shumë tjetër. Sallam kakao që bëhet ëmbëlsirë e pret. Edhe pret. Po. Vini ka ardhur sallam ky sallam kakao apo jo? Okej. Kozeta, cili është komplimenti? Ishte komplimenti më i çuditshëm që të kam bër. Në që ka ngel mendje. Më i çuditshëm. Shumë kur vetëm një gos na tha më kanë lehur, tha. Ka lehur. Ham thash. Jo, ja të bëni ave. Komplimenti më i çuditshëm. Si që e këti fikse e Kozeta la pa qenë e vogël. Pse nuk bënte lidhjen e Kozeta Kurtës me ty. Është që ka ndikuar për mirë televizionin. Të njohin në Rom ti. Ka këtë të mirë. Të hapin rrugët e banka, ti si me qenë invalid, domethënë. Vazhdo të lutem pse me Demek ju që dilin në televizion. Keni punë më doje shumë. Po ashtu ti bësh një statusifike karriere ti të shkretit. Kujdes me që dolëm te kjo llabazhen. Të fusim në një ascensor me 3 politikanë. Kush deti parë, ti apo politikanët? Absolutisht diskutohet ata. Po shiko, unë jam, domethënë, jam durim derr në çfarë do lloj drejtimi të mundshëm. Domethënë, mua të më mbyllësh në një kafaz me derrin, është e sigurt që plas derri para meje. Jo për gjë, po nga që kam mësuar me vite që ti them derri dal, kështu që. Kozeta ti vazhdon të luash akoma? Peskaç po. Jo peskaçin e diu që luan, vazhdon të luash kështu. Atë ngel derri dorë. Zakonisht e ngec, po për të luaj, po vini lojën e pastaj. Lojën e pastaj, perfekt. Dua të them luan në përditshmërinë tënde? Luaj. Bukur shumë. Bëu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje ku ti duhet përgjigjesh me një fjalë, nëse thua 2 ose më shumë siç e ke ti zakon që elaboron mendimin tënd, ne të kthejmë te pyetja e parë. Okej. Dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë. Se kam lënë takim po. Okej. Je gati, loja fillon tani, një fjalë. Je gati pra? Jam pra? Ja, dy fjalë. Ska që kur hap fillim është më mirë. Gjëja e fundit që hëngre. Sallam. Pikant. Hera e fundit që bëre sherr. Para. Okej. Kozi ka shumë gishtat e këmbës? Ja. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Po. I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punët e tua? Po. A të pëlqejnë komshit e tu? Po. Ke ndërmend të dehesh do të bësh tap lonzë? Jo. Digje shumë në verë nëse po, a luhesh me kos? Po. Kosi hahet apo pihet kosi? Hahet. Edhe hahet dhe pihet. E trash. Kosi, i bukur apo i zgjuar? I zgjuar. Kozeta, a je e lumtur? Jam. Para, dashuri apo pound? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? E para. Ku ishte puthja e parë? Atje. Të pëlqen ushqimi kinez se po do ta haje një zhapik që moderon? Jo. Më mirë të thot zemër, shpirt apo? Jet, okay. Pa para. Apo Jo se bëjmë dy fjalë. Okej, a shan kur she lajmet? Pip. Off. Hera e fundit që e skuqur nga turpi.
Pardje. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos? Of. Të kanë kapur ndonjëherë matematikët e ke thënë kam thjesht shok. Apo hera e fundit që dhe më fal. Hera e fundit që gënjeve. Asnjëherë. Bukur shumë. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria, Kozeta? Po. Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do zgjidhje të ishe? Pantera. Okej. Më mirë të duash apo të duan, Kozeta? Të më duan. Kjo s'është do të fjalë tash. Okej, mirë. E po ta fal. Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër? Ja, shof. Luj prej venit. Ignorant. Me një më ai punë do bëj. S'ka nevojë për logjike. Jo, s'ka nevojë Okej, se duhet ta përshkruaje, duhet flasje, Se mi radio po bën ai. Okej. Ke qeshur ndonjëherë në varrim, Kozeta? O Kozi, kush ka qenë i ftuar e ka thënë, kështu që thuash dhe ti. Ç'a bën kur s'ke ç'a bën? A e bëni edhe ju 45 vjeçarët? E bëjmë. E bëni, okej, në rregull, më pëlqen. Kozi, nëse do të zhdukeshe për një ditë, ku do dohet shkoje? Bosh, okej. Nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje dhe pse? Ktu më thuash emër mbi emër dhe mund kokë bëj. Jim Morrison se ka qenë dashuria ime e parë platonike. Edhe në këtë moshë. Edhe po është pa konsumuar Okej. Po në këtë moshë. Po do dal me ty, po ti këtu të kam. Po desha të ta. Luaj, Po nuk mendon se po ta takosh atë. E çmitizon. Po mirë, s'ka problem. Nuk je bëj tani. Pastaj thuash po dal me Kozeta kurti mirë të thot, sa ajo do rref. Ikse na erdhi shpina rrau. Ta rrau si familje. Edhe pa ta thënë që është egër, po qesh kot e mban mend ti na bërtiti njëra na mbyti. Kos ja dole me shumë sukses ta kaloje sfidën tonë. Këtë me lojë. Ishte vetë futme në disa raste ku do njeriu të thotë disa gjëra më shumë, po. Çdo gjë është me të futur. Për shembull, ku do të dëshiroje të zhdukeshe për një ditë, po si mund të jetë në një fjalë. Po këtë lojë na e ka bërë Putin, fut emrin. Po e kupton tani, Putini. Për shembull, ka qenë e fortë fare. Se kishim të ftuar Orgito Damën, po s'ka gjë, e fshin, e pastaj. Top Channel Kabe Live. Kozetës i derdhe të uj. Po bëjmë 3 pika. Ty njerëzit, ta klikojnë qytetër Kozetës. Ta shohim si derdhet Kozetës. Sa pis ishte për Kozetën. Nëse çfarë do të doja të thoja unë, kishim këtë me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër. Edhe Orgito është një artist i ri shumë i mirë, shumë i talentuar, po e dha atë përgjigje aq me naivitet sa tha, me burr tha. E la emisionin. Ishte fantastike. Kjo kur vetëm të vjen një emër në mendje është shumë e bukur sepse çfarë mendoj për shembull, përse unë nuk shoh një ëndër me grua që të kuptoj, ajo ndoshta mund të ndihmoj të kuptoj më shumë. Do një gjë më shumë se ti. Nuk besoj se ishte kaq e frikshme. Është pa eksploruar nga ajo tek kjo pjesë. Mua më zë gjumi top kur më zë, un kam hall vetëm sa të më zër. Po më zuri, s'ka bir nëna dhe bir nëna, të më zgjojë. S'ka bir nëna të më tregoj gjumin mua. Ne jo më kot zgjodhem që për episod fundit të këtij sezoni të kishim ty. Është tani u bëra serioz. Sepse ti le ta marrë vesh gjithë bota, se dua të dal tek mirënjohja. Njerëzit kanë harruar të jenë mirënjohës, ose kur janë mirënjohës, njerëzit e tjerë e marrin si lëpirje. Por unë dua të falenderoj edhe në emër të Julit që ti ishe shkaku kryesor që top fare sot mbyll sezonin e tij të parë. Nuk e di ç'a dreqin petit e ne që na dole në krah dhe u bëre mami i mbrojtës, por do doja shumë të falenderoja. Unë jam shumë e lumtur që e kam bërë këtë për radion përpara, për publikun së dyti dhe pastaj për ju të dy. Po nuk e di nëse e kam thënë dhe po e them tani që të bëjmë dhe unë serioze. Unë nuk e tregoj dot mirënjohjen tek njerëzit që më kanë ndihmuar mua. Një pjesë e tyre ose nuk jeton më, ose janë bërë shumë të mëdhenj sot edhe
nuk s'kam brenda vetes time, patjetër që e kam mirënjohjen ose kur më jepet mundësia diku në publik, patjetër që e them, por nuk kam mundësi që të ri aty dhe të them shumë faleminderit për atë që ke bërë ti për mua, por kam gjetur një mënyrë për ta shprehur mirënjohjen time duke krijuar një facilitet ose duke dhënë një mundësi ose një rekomandim ose merreni ju si të doni, dikujt që ajo gjëja në atë moment i duhet nga unë ose prej meje. Edhe jam shumë e lumtur, unë s'kam bërë asgjë, juve thjesht e keni merituar vetë. Një yll boda. Faleminderit. Të përqafoj. Po, do ta përqafojmë, do bime bira do me sallam, o vlla. Ço përqafoj? Shumë e llafet punë gjithë ditën unë. O prite, sa e padurueshme, zot na ruaj. S'ka fare që i thot gruaja trep, se si. Jo, ngrihet mendja mua. Po të përqafoj të punë. Do të përqafoj kot. Juli, ti thuaj fjalët e burga që do thuar sepse ne do mbyllim sezonin, unë ndërkohë do rri me kozën i përqafuar. Në rregull. Okej, ja. Hajde, shumë mirë. Dhe kështu kemi ardhur në fund dhe për këtë sezon dhe për këtë fund muaj duke ju uruar një verë të mbar të gjithëve, një faleminderit sigurisht për Kozin, për Ledionin, për gjithë stafin e Top Albania Radios dhe sigurisht Vinin, bashkëpunëtorin ton më të gush këtu dhe shkojmë të përqafojmë që të tre. Një verë të mbar të gjithëve, kujdesuni për veten, ju përqafojmë edhe juve. Hajde.